Jemi të folë për të njëjtin popull, apo? Po, për të njëjtin popull. Me që po na voton neve pas tani pikni. Absolutisht e drejtë e tij, e drejtë e sovranit i. Po çu shpej friksohet ai pe? Jo. Po më voton pas tani pikni për çfarë? Cilin ne ndëgjojmë. A ka mundësi zotri Matoshi që na shta ti po tutesh, jo populli? Jo, unë Matoshi nuk shuhet. Shiko, s'është ngarë drejt. Funi ja boj gojën juve trive se unë jam përkush kryeminist. Nuk jam as bashkëri. Po problemi është që po ja boj gojën. Po do të thonë, ju that populli po friksohet nga cenimi i marrëdhënieve me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nuk populli se s'ku bë motje. Një pjesë e njerëzve me të cilët na komunikojnë. A pajtoheni që nëse populli do të friksohej kaq shumë siç po pretendoni, nuk do të na voton të neve pas tani pikni. Nuk populli s'merret me diplomacinë ndërkombëtare, zoti kryeminist. E nuk i din populli çështjet që zakonisht janë fshehta. Do të thonë, ju besoni që populli po voton neve nga padituria? Jo, populli ju beson juve në luftën antikorrupsion 1 edhe veriu i Kosovës, siguria atje 2. Për tjerat, flasim, të në mëngjes. Shikoni, në jetë, edhe në politik, nuk mundesh me zero rrezik. E vërtet. Duhet të kalkulosh, të parashikosh, të realizosh me komunikojmë kryeministë, edhe trujat, edhe gazetarë, edhe diplomat, edhe ekspert ose politik bamës që i thojmë na kosovarë. Po na thonë që Albin Kurti, qëndrimi i tij zyrtar është që ne duhet si Kosovë qëndrojmë jashtë orbites Donald Trump dhe mos të jemi në radarin e tij, prandaj që kjo është ajo që hajde tash për marrë unë përgjithësinë për friga jame, si analist. Së pari, gjithë e dim që friga është këshilltari i keq. E vërtet, e pranoj. E dyta, s'dija keni vrejtë se secili njeri është friksuar në jetë, normalisht. Se friga nuk është dikush që e ka të paprovume. Për shembull edhe ju besoj. Natyrisht, friga, si me thonë, qenja njerëzore. Po na kemi fjalën droj, kryeministe, jo shumë frikë, droj. Po, besoj që të gjithë njerëzit, kur janë friksuar në